Kooperativa bujqësore për blegtori tradicionale Shari priti ambasadorin e Suedis në Shkup. Në vazhdën e aktiviteteve për të promovuar produktet vendore dhe blegtore që merren me kultivimin e prodhimeve në rajonin e Tetovës dhe jo vetëm. Ambasadori suedes tha se e nisi ditën në Tetov në javën që e cilësoi si mjaft të ngarkuar. So during this week, during 6 very busy days, gjatë kësaj jave kemi 6 ditë tepër të ngarkuara. Startojmë këtu nga Tetova për të vazhduar në Gostivar, Struk, Strumic, Manastir e qytete tjera. Pse e bëjmë këtë rrugë? Që të njihemi me punën tuaj të shkëlqyer, që bani për zhvillimin e komunitetit lokal me mbështetje suedeze dhe për të mësuar për punën tuaj si partner dhe të shohim vendin tuaj të bukur, veçanërisht në këto bukuri pramërore. Projekti i ambasadës së Suedis realizohet përmes organizatave V-Effect dhe CET. 2 muaj që është hapur, një shitore me shumë domethënie si për qytetarët, për kooperativën, por mbi të gjitha për buqit, pasi tani ato tashmë kanë një adresë ku mund të sjellin produktet e tyre dhe mund të shesin, po ashtu edhe blerësit do të kenë mundësi që të kenë një adresë të saktë se ku mund të gjejnë produktet bio, ashtu siç kemi ne nga fermerët tanë, pasi këtu do të ketë vetëm prodhime të prodhuara bio nga fermerët tanë, nga fermerët do të thotë që hinë në komunat e Tetovës në përgjithësi. Në kuadër të këtij projekti për së pari herë patëm mundësi të punojmë në mënyrë mund të themi më sistematike. Pra u dash të identifikojmë partnerë të cilët janë konkretisht veprojnë në pjesën e malit Shar, dhe pjesa kryesore e këtij projekti dhe pjesa që më shumë mburemi është se punoj përmes një strategjie strategjisë së marketingut ku ajo që përpilohet në plan do të realizohet mund të themi 100% në teren, dhe një ndër partnerët kryesor ishte Kooperativa Shari, me të cilët së pari punuam në pjesën e brendimit të patates së Vicës. Në kuadër kësaj realizuam shumë aktivitete, një ndër to është edhe manifestimi dita e patates së Vicës, ndërsa si pjesë e vazhdimësi e këtij projekti është hapja e kësaj shitore që u bë promovimi i saj në muajin mars të këtij viti. Ndryshe, Kooperativa bujqësore Shari është e para e këtij lloji në Maqedoninë e Veriut, e cila grumbullon produkte bio të certifikuara të blegtorëve vendor për të ofruar blerësve. Blerësit në këtë kooperativ pas një mëdyshje do të furnizohen me prodhime bio dhe autoktone të rajonit ton me cilësi të lartë të prodhuar në arat dhe fushat e Pollogut.